Nuk ka njeri të cilit Allahu i ka besuar një përgjegjësi ndaj njerëzve, e ai vdes duke i mashtruar njerëzit, veç se Allahu ja ka ndalu, ja ka bo haram xhennetin. Por s'ka njeri, të gjithë ata që sot po kërkojnë besimin ton, po kërkojnë amanetin ton, po kërkojnë mbështetjen ton, u bëjmë thirrje dhe u themi se Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu u ka bo haram xhennetin, nëse merrni amanet, merrni përgjegjësi, merrni besimin e njerëzve dhe nuk e çoni ato në vendin e duhur, dhe në mënyrën e duhur, dhe në formën e duhur, dhe nuk i përfaqësoni ata në interesat e tyre, njerëzore, shtetërore, kombëtare, fetare, morale, familjare e kështu me radhë.